Përshëndetje miq të dashur. Të ndëgjoj opozitën se sa shumë i pas ka djeg, kur e Donald Lalloshi ka knu në Zvicër për Albin Kurtin. Shkojmë të ndëgjojmë një pjesë dhe të diskutojmë bashkë, lutem. Mi kënu Albinit me 2 pushka është shumë. Se njët si hero që ka luftu, është ai. Ama Albini nuk ka luftu. Albini se ka pushka në dorë, kur? Qështë mu? A përshë so analfabetat që jënë. Lufta o kryve që ishte 5 vjetë. Nuk ka knu për pushk, për i me, pa pushka e Albin Kurtit është që kjo, o i zoj. Qëta ka Albin Kurti pushk? Pushke top e tenke, qka të dush? Një, edhe trunin, këtu. E ka pushk. E këtu e në 2 pushk që i ka Albin Kurti. Dush me analizu pak, para se me folë. O zoj, se kanë thonë 3 herë me no, e 1 herë folë. I veç me shu fjallën pe... S'po flasë ma shumë, s'po e kuptoni që do me thonë miqë. Unë është me thonë, sikur me më thonë mu, jem konë fëmi në luft, djelëza me 2 pushka. Nuk po përpusat kërkajq. Jo, shumë mirë e ki. Ja, këto unë besoj që s'po përpusat kërkon. Që ti s'ki kur farë pushke. Absolutikisht. Ti e dole me kërku vota për AKën këtu, se po mdoko që të thaja zoja që e AKës, djelëza, ma shumë s'po di, as po du me dit, ama ti me këtë mënyrë, me këtë farë forme kështu, ti s'kishon të rikën më marë farë vote. Miq, a për do karit një qëfar opozit e kem? Ja pëse se jam ka frikën Albin Kurti opozitës. Sepse këta shkojnë vetëm sëllëm, edhe pa asë një fakte. O miq, respekt për se cilën i përshëndes. Opozit, like, share.